Probleme të shumta në komunitet shumë shpesh raportohen në kronikat e mediumit tonë. Dje, televizioni Syri raportoi për problemin me kanalizimin dhe erën e keqe që po mbretëronte në rrugën Ali Hasi në Gjakov. Banorët e kësaj zone dje pohuan Syrit për shqetësimet e komunitetit për gjendjen e rënduar të kanalizimit pasi prej disa ditësh në këtë rrugë ku ishin shfaqur ujërat të zeza që kishin dalë në sipërfaqe. Mirë po vetëm disa orë pas raportimit, ekipet e kompanisë rajonale të ujësjellësi Gjakova janë gjendur në vendin ku era e keqe kishte pushtuar ambientin. Sipas një postimi në rrjetet sociale të këtyre të fundit, ekipet e terrenit kanë ndërmarrë veprime të menjëhershme për të sanuar përkohësisht problemin me kanalizimin në këtë rrugë, ndërsa sa i përket përgjegjësisë për kanalizimet atmosferike, kompania Qabrati ka për detyrë t'i kryejë këto shërbime. Ndërkohë, ekipi ynë sërish ka vizituar sot rrugën Ali Hasi, ndërkohë banorët e kësaj zone shpresojnë që sanimi të mos jetë i përkohshëm, por të gjejë zgjidhje të përhershme.